Mirëmbrëma të nderuar. Në kulmin e debatit për zbatimin e gjuhës shqipe në institucionet e vendit, skena publike u vështrua nga një video incizim teksa ministri i Shëndetësisë ka qenë prezent kur është përuruar një plakat në të cilën ka munguar gjuha shqipe. Si qëndron e vërteta mbi këtë situatë, çështja e rikonstruimit të qeverisë, zgjedhjet e parakohshme dhe shëndetësia në vend. Këto dhe të tjera sonte do t'i bashkëbisedojmë me ministrin e Shëndetësisë zotin Azir Aliu. Mirëmbrëma zoti Aliu, mirë se erdhët. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se ju gjetë. Azir Aliu do atroket në vendosjen e plakatës vetëm gjuhën maqedonase, ishin titujt e lajmeve që vërshuan javën që lan pas. Sot jemi në ditën e 7 prej kur u vendos kjo plakat, ju ishit prezent, publiku e ka parë atë video të shkurt. Madje ka qenë edhe reagimi i partisë më të madhe opozitare BDI-s disa ditë mbi këtë çështje. Si qëndron e vërteta zoti Aliu? Pra këtu ka shumë të vërteta, unë po të më këshillon hapësirë do t'i kisha përmendur të gjitha, po jashtë shumë shkurt. Pra po të marrim në retrospektiv, një ditë përpara ne dolëm me lajmin që në Kumanov, nga jeni edhe ju, gjuha sërbe është gjuhë zyrtare fal votave të BDI-s. Dhe BDI-ja si parti opozitare, që është edhe kuptueshme, do të mbledh narrative dhe ti zhbën ato vlerat dhe të jep, le të themi, narrativ tjetër politik për të minimizuar dëmet që neve tani ja bëjmë duke i nxjerrur të pabërat ose të bërat kundër asaj që ka thënë që e lufton korrupsionin dhe ka bërë korrupsion, lufton për gjuhën shqipe, e ka abuzuar gjuhën shqipe dhe kështu me radhë. Sido që tjetë, është shumë e vërtet që unë kam qenë prezent në një ceremoni që kam qenë i ftuar nga një institucion i pavarur, që thjesht as protokoll jo nuk e ka parë, për në fakt edhe s'ka pasur mundësi se kanë qenë embuluar kjo tabel. Dihet që ligjet duhet të respektohen në shtetin tonë, ligje shumë i qartë se thot gjuha shqipe është gjuhë që duhet të jetë gjithandej ku është gjuha maqedone në Shkup, pasi janë mbi 20% të shqiptarëve, kështu që ajo tabel besoj nëse nuk është ndryruar duhet të ndryshon, por ama ky dëm është shumë më i vogël se sa dëmi që i ka bërë BDI-ja me 22 vjet me gjuhën shqipe duke abuzuar. Nga ana tjetër e dini që jemi në një periudhë duke zgjidhur problemin e jurisprudencës, ku studentët tani do t'i nënshtrojnë provimit edhe në gjuhën shqipe, dhe gjitha këto të bërat e vlenit për 2 vjet, që si ka bërë BDI-ja për 22 vjet, mundojnë që t'i relativizojnë duke kapur elementet të vogla, ku ne, unë si Ministri i Shëndetësisë, do të marr pjesë në ceremoni të institucioneve të cilët lidhen direkt apo indirekt me Ministrinë e Shëndetësisë. Megjithatë, ajo video nuk ka qenë e montuar, ka qenë reale. Para se të zbuloj plakata, ju nuk e keni ditë çka ka mbi të. Mirë po tashmë plakata që 7 ditë është e zbuluar. A jeni interesuar për këtë çështje sepse përjashtim ose neglizhenca e gjuhës shqipe kemi parë edhe në tabelat që janë vendosur në autostrada dhe në vendbanime tjera. Po megjithatë pas reagimit dhe presionit ka qenë çështje ditësh ose orësh që tabelat janë ndryshuar, jo më lart se sa javën që lan pas ngjashëm në hyrje të qytetit Kumanovës në fshatin Çerkes, ka ndodhur një situatë e tillë, është reaguar, këshilltarët opozitar kanë reaguar, tabela është ndryshuar dhe me njëra për këtë situatë. S'kam informata, bëhet fjalë për një. Nuk ka shqetësuar mungesa e gjuhës shqipe me që nuk jeni interesuar. Gjithsesi unë bisedova me drejtoreshën, bëhet fjalë për një institucion i cili ka drejtor dhe menaxhohet nga një person i cili nuk është departamenti i Ministrisë së Shëndetësisë, tani ministri të reagovat në të njëjtën ditë, reagova edhe me protokollin e drejtoreshës dhe protokollin ton, ato thanë që nuk ka pasur ndonjë informat që do të ketë ndonjë zbulim të ndonjë tabele, sido që tjetë, dëmet e bëra për 22 vjet të BDI-s nuk mund të mbuloj me një tabele apo me një çarçafi një tabele, sido që tjetë nga ana tjetër vleni dhe Ministria e Shëndetësisë dhe unë si Ministri i Shëndetësisë, rezultatet tona nuk mund të çbën asnjë propagandë e BDI-s. Do t'ju befasonte ndonjë gjob nga inspektorati për përdorimin e gjuhëve? Por nëse nuk do të ketë ndryshim të tabelës, gjithsesi inspektorati do duhet të respekton ligjet dhe normativat, por besoj që nuk do të arrijë deri aty pasi që secili duhet të reflektojë nëse ka ndodhur ndonjë, le të themi, lëshim i cili nuk ka qenë i programuar më herët.
Pra ju nuk e llogarisni vetëm fajtor për mungesën e gjuhës shqipe aty në atë tabelë. Derisa unë jam mysafir të ti, nuk e di çfarë plakate do më nxjerrni përpara meje, kështu që unë mund të jem pjesë ndonjë procesi, por gjithsesi nuk mund të më llogaritni si fajtor, kur nuk varet direkt apo indirekt prej ministrit apo prej institucionit. Po pas përfundimit të emisionit ju mund ta jepni një reagim publik, sepse për këtë çështje ne zgjidhjen e problemeve nuk e bëjmë me narrative politike nëpër mediume, e bëjmë në nivel institucional në tavolinë, kështu që besoj që rezultatet do të japin atë që ne kemi reaguar. Sa po zbatohet gjuha shqipe në Maqedoninë e Veriut sot kur vlen është 2 vite në qeveri? Zbatohet atë sa është cënguar dhe zbatuar më herët, për fat keq nuk zbatohet në nivelin që dëshirojmë ne si shqiptar të zbatohet. Personalisht nëse më pyetni si njeri, besoj që ka shumë hapësirë për të zbatuar dhe ky nivel i zbatimit të gjuhës shqipe nuk është në nivelin e duhur. Ju po të merrni edhe sot, derisa flasim, webfaqet e ministrive, atje ku ke ministër shqiptar, webfaqen e keni edhe në gjuhën shqipe, atje ku keni ministër që nuk është shqiptar, webfaqen e keni veç në gjuhën maqedone. Dhe kjo nuk i bën nder as shtetit, as shqiptarëve, as maqedonasve, por gjithsesi, unë ju kam thënë dhe disa herë kam përmendur, kjo lidhet drejt për drejt me ligjin e me që veç përmendet webfaqet, zote Ali, ju keni qenë para se të jeni ministër i shëndetësisë dhe ministër në administratë, po? Si ka qenë faqja atë kohë kur ju keni qenë ministra, ka qenë në gjuhën shqipe? Po. Sot si është? Në gjuhën maqedone. Do thot pasardhës së Vlenit, gjuha shqipe është eliminuar nga webfaqja zyrtare e Ministrisë Administratës. Tu s'keni të drejtë. E bukura e digitalizimit ndërse mund ktheheni në mënyrë retroaktive. Edhe derisa unë kam qenë ministër në shoqërinë informatike dhe administrat, hapni tani webfaqet në atë periudhë, do shihni që webfaqet ku kanë qenë ministra maqedon, të LSDM-s kanë qenë veç në gjuhën maqedone. Hapeni tani derisa jam në emision dhe do t'i diskutojmë. Kështu mund të ktheheni, do të merrni versionet më të vjetra të webfaqes, do të shihni. Edhe kjo ka qenë shqetësuese edhe atëherë unë kam ngritur si çështje. Nuk e dia ju kujtohet, më duket të ju kam qenë në një emision kur ju kam thënë që personalisht unë kam kërkuar nga Agjencia për zbatimin e gjuhës shqipe të më japin informata pse gjuha shqipe nuk zbatohet atje ku nuk është menaxheri shqiptar. Pra në atë kohë, tani ma nuk e di, besoj që ende ekziston ai dokument të unë në zyrë, në atë kohë kisha përgjigje pa përgjigje. Për shkak se mua më ndodhi kur kam qenë ministër i shoqërisë informatike dhe administratës, derisa nuk kam qenë në ministri, zëvendës ministri nuk donte të nënshkruan dokumente në 2 gjuhë. Edhe më duket se kam shpjeguar njëherë mos humbim shumë kohë. Dua që të them që nuk është e vërtet se me ardhjen e Vlenit disa ministri kanë veç gjuhën maqedone, disa ministri kanë edhe shqipe dhe maqedonisht. Kjo as pak nuk është e vërtet dhe merreni me fakte, analizoni gjithë webfaqet të cilët kanë qenë ktheuni 5 vjet, 7 vjet, sa vjet të doni ktheuni mbrapa do shihni. Dhe njëjta do të vazhdon të ndodh. Nesër, po të ketë një ministër tjetër në atë ministri, nuk do ta keni në gjuhën shqipe, do ta keni veç në gjuhën maqedone. Për shkak se ligji, sepse këto janë çështje sistematike, nuk duhet të ndikohen nga individët. Është çështje ligji. Pra, nëse ligji nuk është mirë i definuar, jep mundësi secili ta definon ashtu siç mendon. Dhe kjo është ajo që ne luftojmë dhe themi do duhet të definohen gjërat. Ligji është i definuar qartë, po tek zbatimi i ligjit ka interpretime në bazë të preferencave të individëve. Interpretimi në ligj në bazë të juristëve thotë që gjuha shqipe zbatohet atje ku ka mbi 20% të popullatës që jetojnë që janë shqiptarë dhe nga ana tjetër thot në institucionet ku edhe menaxheri i institucionit është jo maqedonas. Të paktën kështu juristët e kanë interpretuar dhe po ta merrni këtë hapësirë ligjore, këtë gap ligjor, e shihni që çdo ditë abuzohet me ligjin, për shkak ligji mbaj bindjen që duhet të ridefinohet dhe duhet të jetë ligj i cili vërtet gjuha shqipe do të implementohet gjithandej, pavarësisht aziri është aty apo nuk është, pavarësisht është një kërst apo një zoran apo një dardan, gjuha shqipe gjithandej duhet të jetë implementuar në nivel të ligjit. Shembullin që ngritët sa i përket gjendjes aktuale të gjuhës shqipe nëpër institucione, ju thatë shumë qartë, nuk ka ndryshuar asgjë nga koha e BDI-s, edhe pse qytetarët shqiptar kur e kanë mbështetur Vlenin kanë pritur një ndryshim, zoti Aliu, apo jo? Është e vërtet, megjithatë qytetarët nuk mund të presin për 2 vjet të pabërat e BDI-s për 22 vjet të zgjidhen me një ditë. Sepse duket absurde ky çalim institucional të justifikohet se kështu ka qenë në kohën e BDI-s.
Shumë keq që pas ka qenë në kohën e BDI-s, pse po vazhdon akoma e njëjtë, avazi i njëjtë. Nëse në kohën e BDI-s, ministrat Maqedonas nuk kanë ofruar një qasje në vetë faqen e tyre zyrtare edhe për qytetarët shqiptar, atëherë i bie që ministrat Maqedon kujdesen për popullatën maqedonase, ministrat shqiptar kujdesen vetëm për shqiptarët. Dhe kjo ndarje nuk ekziston, apo? Për fat keq, realiteti është ky që e thash. Edhe këtë mund ta dëshmojmë çdo ditë me dokumente, me materiale digitale, si të doni mund të dëshmohet. Nga ana tjetër, një mysafiri që e keni në tavolinë dhe që është ministër, nuk i ngjan dhe nuk më ka hije të justifikohen, por duhet t'ja përgjegjësi çka kanë bërë për këtë periudhë. Kështu që thjesht nuk është narrativi im justifikim, por thjesht ju them që për një periudhë të shkurtë kohore, edhe kur më pyesin për shëndetësi, s'mund shëndetësia për një vit të bëhet më mirë për shkak se 30 vjet ka absorbuar dhe ka absorbuar procese të cilët kanë qenë gjysëm të realizueshme apo të parealizueshme. Edhe në politik, edhe për gjuhën shqipe. Më besoni që për 22 vite me narrativin gjithçka është gati, të fillojmë tash me agjendën e gjelbër, se gjithçka kemi kryer, kjo edhe i frigon, opozita frigohet nga Vleni pikërisht për këtë punë. Për shkak se çdo ditë dalin në shesh të pabërat e Vlenit, të BDI-s. Vleni thjesht mundohet që t'i zgjidhë në mënyrë institucionale që nesër mos na ndodhte e njëjta. Për shkak se është shumë keq kur mësojmë nga gabimet e veta. Nuk duhet ta lejojmë veten të mësojmë nga gabimet tona, por të mësojmë nga gabimet e tjerëve. 22 vjet ka bërë gjysëm zgjidhje apo nuk ka bërë zgjidhje dhe ka bërë narrativ politik. Dhe sot neve u azbulojmë ditë për ditë. Dhe kjo i dhem BDI-s dhe opozitës në tërësi, pasi që ran maskat. Tani ma shqiptarët e din që gjuha shqipe nuk është ashtu si që thonin, implementohet gjithandej. Tani shqiptarët e din që nuk është numri i shqiptarëve në institucione as sa thonin 30, 50, 20 e kështu me radhë. Pra, realiteti doli në shesh dhe me këtë realitet neve nuk turpnohemi të ballafaqohemi, do t'jetë turp nëse neve nuk do t'ulemi në tavolinë dhe t'i zgjidhim këto probleme gepe që i kemi në shesh. Jo, se hapi i parë për t'i zgjidhur është ballafaqimi dhe përmarrja me to. Shumë e vërtetë. Zgjidhja për provimin e jurisprudencës është cilësuar si zgjidhje gjysmake, jo e plotë. Pse kështu? Po të folja tani me gjuhën e BDI-s, do thoja hap pas hapi, gjysmën tash e zgjodhën, gjysmën do ta zgjidhim më vonë. Por ama nuk jemi se BDI, prandaj nuk flasim ashtu. Pyetja është, nëse nuk flisni, veprimet po nxajnë në një. Pse gjysmake nuk e lanë ato që ta mbyllim neve deri në fund? Nga ana tjetër nuk është gjysmake për dy arsye. Arsyeja e parë është që le të ma gjejmë BDI një dokument, një portfolio juridike në gjykat, e cila është në gjuhë ndryshe përveç gjuhës maqedone. Pra bëhet fjalë për pjesën teorike, ku studentët studiojnë 4 vjet, dhe pjesa teorike është pjesa diku në 70-75% të materialit për evaluim të studentit në fund, dhe kjo lidhet direkt me rrugtimin e studentit nga viti i parë deri në vitin e 4 në fakultet. Ndërsa pjesa tjetër praktike nuk lidhet me studimet e studentit, por lidhet me pjesën praktike, e cila pjesë praktike bëhet pas një viti, pasi që studenti tani më duhet bën praksën në gjykat. Ma jepni sot një gjykat e cila studenti shqiptar do të bën praksën në gjuhën shqipe. Ma jepni një gjykat e cila proceset administrative gjyqësore i proceson në gjuhën shqipe. Veç një moment, ta them, pra deri në fund, të gjithë materialet, kur do të më jepni mua si student për bërë evaluimin, për shkak se e dini pjesa praktike si bëhet, unë t'jap një studim, një rast studimi, ti si student duhet ta ndjekish, ta analizosh mirë dhe në fund të japish të bësh një review, një analizë të materialit dhe të thosh, ok, bëhet fjalë për kështu rasti juridik dhe kështu duhet të zgjidhet. Pra, i gjithë materiali. Pastaj nga ana tjetër, mos harroni që materialet nuk janë të klasteruara, për shembull nuk thuhet materiale nga viti 2002 e këndej, po thuhet materialet në gjyqësor. Pra thjesht, komisioni mund të jep një material i vjetër 50 vjet, apo 20 vjet, apo 10 vjet. Sido që tjetë, të gjithë janë në gjuhën maqedone, dhe të gjithë materialet do duhet ti analizoni në gjuhën maqedone, një vjet keni bërë praksën në gjyqësor në gjuhën maqedone, dhe në fund nuk bëhet fjalë për teori. Bëhet fjalë vetëm për një narrativ i cili ju do thoni, do një paragraf që do thoni, ky material shqetëson pjesën juridike në këtë pjesë, pjesën administrative në këtë pjesë, pjesën të qytetarëve në këtë pjesë. Dhe në fund, jepni zgjidhjet juridike të materialit.
edhe një fjali veç deri në fund. Po t'ishte kaq shqetësuese, e gjithë ky narrativ që tani bëhet nga ana e BDI-s, duke mbledhur, duke grumbulluar përreth veti rinin dhe duke abuzuar me rinin, pyetja parashtrohet, pse BDI-ja nuk e ka bërë deri tani? Pasi që qenë ka gjysmake, pse nuk e ka bërë deri tani, por të gjithë fëmijët e pushtetarëve të BDI-s, le që kanë qenë pjesë e këtij procesi, janë nështruar në gjuhën maqedone, por aman edhe intelektual të cilët janë pjesë e BDI-s, kanë qenë pjesë e kësaj akademie apo pjesë e këtij grupi të evaluimit që kanë bërë evaluim në gjuhën maqedone. Jo vetëm që e kanë bërë në gjuhën maqedone, por edhe pyetjet shqiptar me shqiptari kanë bërë në gjuhën maqedone. Tani në fund të ditës, kur ne shohim një zgjidhje e cila zgjidhje lidhet direkt me profilin e studentit, e cila zgjidhje lidhet direkt me aktet normative të shtetit, që nesër mos shohet dikush dhe të thot nuk është kushtetuese dhe ta zron në kushtetut, neve zgjodhëm në bazë të ekosistemit juridik që e kemi në moment, zgjodhëm një zgjidhje e cila është zgjidhje e shpejtë, edhe zgjidhje e cila nuk është në kundërshtim me asnjë ligj tjetër. Pra në fund të ditës jemi shumë të sinqertë ndaj procesit, atë që e thatë në fillim, e detektuam problemin dhe tani e zgjidhim problemin. Pyetja e personave të opozitës, kur i pyetni thuan për deri tash se kemi zgjedhur se s'kemi pasur ministra shqiptar. Ja, vleni e zgjedhës edhe pa ministra shqiptar, çështjen që ato abuzuan dhe duke menduar se do të bëjnë ndonjë proces politik në shtetin tonë. E para çështja është se mos merremi fare me opozitën. Ne kur kemi pas përfaqësues të opozitës i kemi pyet pse nuk e kanë bërë këtë çështje, përgjigjja e tyre ka qenë se kanë ministër shqiptar. Jo, edhe kanë bërë edhe punë të tjera, prandaj nuk i ka ardhur radha provimit të jurisprudencës e kështu me radhë. A deputetët të caktuar kanë përdorur edhe këtë argument. Po megjithatë, çështja është se ju thatë deklarativisht se jemi të sinqertë dhe tregojmë të vërtetën, po çështja është se ju në të paktën liderët e Vlenit një natë para protestës kanë nxjerrë statuse se lajme të mira, provimi i jurisprudencës po vjen në Shqip i plot. Domethënë po vjen provimi i jurisprudencës në Shqip. I bie që nuk është shpjeguar në tërësi se po ofrohet një zgjidhje që i përshtatet kushteve aktuale. Dhe me këtë veprim, po ngjan të paktën mundet me qenë interpretim i gabuar, por bëhet një legjitimim i mosbatimit të ligjit nga gjykatat e vendit. Nuk është ashtu. Për shkak se ju vetë e thatë provimi do të bëhet në gjuhën shqipe. Dhe sot unë e them, ju shoh në sy, them provimi do të bëhet në gjuhën shqipe. Këtë po e thonë të gjithë funksionarët e Vlenit. Po studentët po thonë nuk kemi nevojë për këtë provim gjysmak. Nëse jo, se i pak më herët. Unë jam edhe profesor universitar, më lejoni tash. Provimi teorik është provim teorik që 70% të gjithë materiali që 4 vjet ka mësuar jepet në gjuhën shqipe. Dhe këtu me të drejtë studentët kërkojnë që provimi të jepet në gjuhën shqipe, për shkak se narrativi, terminologjia që ti 4 vjet e ke mësuar është në gjuhën shqipe. Dhe në fund të ditës studenti në gjuhën shqipe i nështrohet teorisë. Praktikës që ti nështrohet në gjuhën shqipe dhe të jetë në linjë me gjithçka, ne duhet ndrojmë komplet sistemin në nivel të shtetit. Çka duhet të ndryshohet përpara asaj? Duhet të ndryshohet në nivel të gjykatave, të gjithë proceset kur bëhet fjalë për një qytetar shqiptar të ndiqet në gjuhën shqipe. Por ama kjo nuk është kaq. Faktikisht provimi, pjesa praktike, dhe duhet merret një historiat. Edhe sot po ta fillojmë po ta bëjmë atë, është e pamundur studenti pas 2 muajsh të nështrojë pjesës praktike në gjuhën shqipe, se s'ka material. Pasi që është e vërtet, tani jemi të qartë se jemi të sinqertë dhe themi që situata është kështu dhe kështu mund të zgjidhet. Unë mund të zbukuroj juve sot një fjali dhe t'ju them dëgjoj gjithçka do t'jetë në gjuhën shqipe dhe në fund të ditës them dëgjoj po s'pas ka ndonjë material, ndonjë folder në gjuhën shqipe dhe për fat keq studenti në fund të ditës do duhet t'i nështrohet pjesës praktike në gjuhën maqedone. Vetëm edhe një fjali. Në këtë pjesë, edhe pse është kështu, teknologjitë mundsojnë zgjidhje të cilat munden në mënyrë sinkrone të bëhet përkthim. Për shkak se në fund të ditës pavarësisht që ky student 4 vjet ka kryer në gjuhën shqipe, ai përsëri 1 vjet do të banë praksën në gjyqësor në gjuhën maqedone, ai në fund pavarësisht këtij 1 viti përsëri është shumë pak që ti të adaptohesh me narrative në gjuhën maqedone, ndoshta edhe në pjesën praktike mund të ketë ndonjë ngecje në ndonjë termin i cili është pjesë e ndonjë folderi materiali gjyqësor. Dhe këtu shqyrtojmë mundësinë për mundësitë teknologjike që mund t'ja përkthen këto fjalët kryesore teknike në gjuhën shqipe nëse do të ndodhë që studenti paraqitet nevoja. Sido që tjetë, e vëreni që zgjidhja
shihet në sy dhe zgjidhet në bazë të gjithë ekosistemit politik dhe juridik në shtet. Për ta mbyllur me provimin e jurisprudencës, e keni dëgjuar edhe ju deklaratën e kryeministrit kur është pyet se çka kanë biseduar me grupin punues, përgjigjja e tij ka qenë asgjë? Unë kam qenë jashtë shtetit, po gjithsesi pastaj e dëgjoj, në atë periudhë s'kam qenë këtu. Më varet çfarë pyetje ka qenë dhe çfarë përgjigje ka dhënë. Sidoqë pyetja ka qenë shumë konkrete. Çfarë është biseduar me grupin punues për provimin e jurisprudencës? Përgjigja e qartë, koncize, asgjë. Sidoqë tjetë, unë jam inxhinier, ju e dini, dhe unë vlerësoj punët dhe vlerat dhe veprimet. Pra sot unë përpara juve 10 minuta flasim që provimi në teorik në gjuhën shqipe do t'jepet. Dhe kjo për mua është vlerë. Po, mas një dokument, me thonë kjo mbeten suazat fjalëve zot. Gjithsesi, neve jemi njerëz politikan që edhe jemi të moshuar që çdo fjalë imja te ju regjistrohet, ju mund të ktheheni pas një viti në emision, thoni atë ju kujtohet përpara një viti çka keni thënë, kështu që pesha e fjalëve të paktën për mua është shumë e rëndësishme, për shkak se nuk dua të turpnohem pas një viti të më demantoni me fjalët që i kam thënë përpara një viti. Pra i bie që dakord pse kryeministri ka deklaruar asgjë, zgjidhja ekziston. Unë nuk di çka si analizoni, unë them për mua është më e rëndësishme që zgjidhje të një shqetësimi real që i kanë bërë studentët, kjo qeveri dhe vleni e zgjidh. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka arritur në kuvend. Javën që lan pas nuk kaloi në seancën e lexim të parë për shkak të mungesës së përfaqësuesit të qeverisë. Koalicioni Vlen e cilëson këtë arritje historike, derisa BDI bën thirrje për protesta para kuvendit për ta penguar kalimin e këtij ligji sepse cilësoi të dëmshëm dhe shkatërrues për shqiptarët. Kjo do të jetë historike për BDI dhe mendoj se do të jetë hapi i parë për të shkuar në histori përgjithmonë, jo vetëm në opozit BDI-ja, të jesh kundër një ligji për të definuar procese kombëtare është më shumë se sa vetvrasje politike dhe po të më pyetni si politikan, uroj që ta bëjnë këte, dhe uroj që t'jem për para dhe uroj që të dali dhe sa më shumë të ne apin material neve si qeveri për kundër ligjit. Çështje kombëtare shqiptare, zotë Ali? Çështje kombëtare shqiptare. Që ka kontribuar zonja Karakamisheva, po? Dëgjoni, unë nuk kam qenë në grupin e punës të ekspertëve. Jo, po e dini, këtë informatë e keni. Në fund të ditës, unë si politikan dhe si pjesë e qeverisë, pavarësisht që nuk jam jurist, unë edhe kam lexuar materialin dhe atë sa unë kuptojnë për pjesën e jurisprudencës mund të jap përgjigjen, ndoshta aty mund të mos hyj në detaje për shkak se nuk e kam profesion, po sidoqë të jetë diçka e di. E di që një ligj kur e krahasoni me një software në strukturën, në ekosistemin juridik të një shteti, ligji është në nivel edhe shtetet menaxhohen dhe organizohen në bazë të ligjeve, ndërsa zgjidhjet softverike janë zgjidhje momentale apo aplikative. Po ka rëndësi edhe përmbajtja e ligjit. Gjithsesi ka rëndësi, pra ju nëse e keni lexuar ligjin shumë bukur definohet në ligj se si do të krijohet mundësi ligjore për të krijuar në ligje dhe protokolle për implementim. Ne gabojmë diçka këtu. Ne themi ligjet janë kornisë ligjore, që neve na japin mundësi, edhe për shembull unë tani më ndroj 15 ligje në shëndetësi. Çka bëjmë? Në bazë të ligjeve ne kornizojmë apo riorganizojmë apo japim një drejtim të një politike në shëndetësi. Në këtë rast një drejtim të një politike në administratë. Pastaj në bazë të ligjeve krijohen në ligje dhe protokolle pune për implementim të ligjit. Pra BDI-ja abuzon me këtë pjesë, pasi që kuptohet trendet botërore dhe ligjet më gjeni një ligj evropian i cili është i definuar në detaj, pasi atër bëhen ligjet të ngurta dhe jo fleksibile për menaxhim. Gjithçka në shoqëri është materie e gjallë. Dhe ligjet e mira janë ligjet të cilët adaptohen shpejt në bazë të ndryshimeve demografike, nacionale, gjusore, kombëtare si doni ti. Pastaj ekziston edhe rreziku për keqpërdorim. Po, gjithsesi nëse nën aktet nënligjore dhe protokollet nuk i definoni si duhet. Për atë shkak, hapi i parë është definimi apo sjellja e ligjit në fuqi. Hapi i dytë është kur do të ulen ekspertët në nivel aplikativ do të definojnë hapat se si ky ligj do të implementohet. Dhe kjo është frika më e madhe BDI apo opozita që e ka në moment. Pra, thjesht abuzojnë me pjesën e parë, do të krijimit të ekosistemit ligjor për këtë çështje shumë të rëndësishme, duke thënë që ligji është shumë general, shumë i përgjithshëm dhe do të jetë rënd implementueshëm në jetën e përditshme. Po, nëse shes si të tillë, po ligjet mundsojnë edhe njerë them
krijojnë korniza për implementim, më vonë duhet akte nënligjore dhe protokolle për implementim. Dhe kjo është gjithandej jo vetëm në atë ministri. Prandaj unë uroj si politikan, si njeri nuk do të kisha dashur për shkak se na duhet një opozitë e fortë, po si politikan uroj që BDI-ja të bën këto gabime. Edhe këte do të ruan një besoj si narrativ politik, do të flasim pas një viti çka do t'i ndodh BDI-s nëse BDI-ja do t'jetë kundër një ligji i cili krijon kornizë ligjore për implementim të përfaqësimit të drejtave. Që krejt barrën e zbatimit në praktik e ka tek çështja e përgjegjësisë politike. Një ligj i cili më tepër është monitorues, që mbledh fakte, mbledh të dhëna se sa po zbatohet në teren, edhe në fund kur vjen puna tek përgjegjësia juridike ose penale rregullohet me përgjegjësi politike. Nuk është ashtu. Prandaj them, kështu e ka parlamentari i grupit punues. BDI-ja abuzon. Si sanksionohet lëshimi ose mos zbatimi i këtij ligjit? Sanksionohet me përgjegjësi politike. Pra, në fund të ditës, se i cili politikan, çdo institucion që menaxhohet nga ministër, drejtor, zëvendës drejtor, ka përgjegjësi edhe politike, edhe administrative, por edhe juridike. Në fund të ditës, ky ligj adaptohet në bazë të ekosistemit juridik në shtetin tonë. Plus më e mira që është, bëhet fjalë për ligj, nuk bëhet fjalë për software. Çfarë pengesa do të kishte pas një institucion, edhe kemi parë dhe një tani, ju e dini që unë kam qenë ministri i cili kam dalë në pres konferencë dhe kam thënë në Kumanov, më fali që e përmendi Kumanovën hera e dytë, po rastet ishin ashtu. Në Kumanov, 9 Maqedonas u deklaruan si shqiptar dhe u punësuan në komunën e Kumanovës. Ju kujtohet atëherë, unë dola dhe thash abuzohet me softverin, pasi që edhe abuzohet me mundësit ligjore. Pra në fund të ditës, kur kemi një ligj, kur do të kemi akte nënligjore dhe protokoll, do të dihet në çdo institucion, nuk ka ma ndjehem në mëngjes Maqedonas, brenda ditës shqiptar dhe në mbrëmje sërb, turk e rome kështu me radhë, që bëheshte deri dje. Pra pjesa e ligjit, jam shumë i sigurt dhe gjithandej në përbot, krijohet për të definuar një kornizë ligjore. Pastaj implementimi i ligjit, unë tash nuk jam jurist edhe njerë them, nuk mund të them se si do të duket, por ama vetë çështja është se implementimi i ligjit edhe pa sanksione të rregullohet përfaqësimi adekuat edhe i drejtë, tingëllon problematikë. Unë mendoj se në aktet nënligjore gjithsesi do të ketë edhe sanksione edhe forma se si do. Po nuk e dim, prandaj është pak problematike për të besuar se çfarë do të ketë, ne po flasim çfarë ka. Për momentin ne po flasim për ligjin, nuk flasim për aktet nënligjore dhe për protokollet e implementimit. Ligjit nuk parashes sanksione në asnjë mënyrë. Parashet një trup koordinues që formohet nga qeveria dhe jep raport nga qeveria. I bie kjo sikur ekipi i punës zoti Aliu, që formohet nga ju dhe jep raport tek ju. Dhe sipas juve kjo është më mirë se sa të kemi një aplikacion softverik i cili do të bëjë një statistik, do të kemi 5 numra edhe në dalje do të na jep 5 etni, ashtu. Tani ekipi ju të punues zoti në kabinetin tuaj zoti Aliu, a mundet të raporti me dhënë kundër jush? Me kriju një raport që do të jetë në dëm t'juje. Dëgjoni, aktet nënligjore, procedurat, protokollet kur definohen. Sepse kjo punë e trupit koordinues mund të jem edhe gabim, po të paktën tingëllon kështu, se ta formon qeveria dhe raport jep tek qeveria. Shumë është e përgjithshme, nëse flasim kështu, në termine shumë të përgjithshme, është thjesht rënd për të dhënë diçka konkrete. Po gjithsesi, t'ja lejmë kohës, le të kemi aktet nënligjore, le të kemi protokollet e implementimit dhe unë ju garantoj që asnjë jurist, pavarësisht të nacionalitetit që e ka, nuk dëshiron të nënshkruan në ndonjë ligj i cili nesër bumerang do t'i kthehet në aspekt profesional negativ. Ajo është si ju si jeni gazetar, ju nuk doni të leni historinë e juaj si gazetar që nesër dikush në mënyrë profesionale t'ju atakon. Njëjtë është edhe për mua. Unë ju garantoj që çdo jurist kur nënshkruhet që ka qenë pjesë ndonjë grupi punues për të krijuar ndonjë ligj, akt ligjor, ju garantoj që e bën më të mirë në aspekt profesional. Si do të duket nesër edhe njerë potencoj aktet nënligjore dhe protokollet, përsëri duhet t'u alejmë atyre, ju garantoj që në fund të ditës nuk ka asnjë logjik të krijohet ligj i cili do të jetë vetëm sa për sy e faqe. Dakor. Kalojmë tek tema tjera që ndëlidhen me rikonstruimin e qeverisë. Ju pak më herët u referuat mbi atë që fjala publike, fjala e thënë dhe e dhënë ka peshë publike dhe mbahet mend. Gjashëm vitin e kaluar, këtu nga kjo studio, kur ju kemi pyet për çështjen e resorit tuaj, ju keni deklaruar që është pak e rëndësishme sa gjatë do të jeni, për juve nuk ka rëndësi pozicioni kur jeni, po ka rëndësi puna dhe gjurmë që do t'i lini.
Tani, kur jemi në javën e rikonstruimit të qeverisë, resori i shëndetësisë ka qenë diskutabil edhe në periudhën e Zotit Fetaj. Është përfolur edhe në media që do të ketë ndryshim ministri, do të ketë ndryshim resori, kështu me radhë. Tani, kur jemi në fazën finale të rikonstruimit, do të ndryshoj shëndetësia, do të ndryshoj vetëm ministri nga shëndetësia, apo çfarë do të ndodhë? Tani, po ta jap përgjigjen e një do jetë se para një viti kam dhënë përgjigjen e njëjtë edhe them sot. Ja do ta ndroj thjesht do ta shpjegoj pak më shumë në detaje, po unë të njëjtën e mendoj se çdo ministër nuk vlerësohet sa kohë ka qenë ministër, po çka ka bërë deri në periudhën derisa ka qenë. Megjithatë, më lejoni veç atë të jap shpjegim. Se ka rëndësi shumë edhe vazhdimi i kontinuitetit të projekteve strategjike. Për shembull, një ministër fillon harton një strategji në një resort të caktuar, pas një viti vjen një ministër tjetër, bën strategji tjetër, edhe ato strategji ngelin pastaj vetëm letër kurse si të kalojnë vepar. Atë që e thatë pajtojnë plotësisht me juve. Megjithatë, në fund të ditës, këto nuk janë pyetje personale, po janë pyetje institucionale dhe pyetje politike. Dhe tani më lejoni t'ua shpjegoj pasi që pas kam thënë atë fjalën përpara 2-3 javësh më pyetën të njëjtën e pas kam përsëritur edhe tani dhe ende qëndroj pas asaj. Thjesht në politik, dhe edhe ju e dini edhe unë e di, merremi shumë gjatë me politikë, unë duke bërë politikë bërje ju duke ndjekur, se në politik jo rrallë atakohesh edhe për të bërat. Se kryesisht duhet të atakohesh për mos të bërat dhe për atë shkak Ministria e Shëndetësisë keni të drejtë, jo sot, jo para një muaj, po të shkoni 5-6 muaj dhe 1 vjet pas, është atakuar pasi që qasja e këtij ministri në shëndetësi nuk është qasje e zgjidhjes së problemit ad hoc, por është qasje sistemore. Dhe nga dita e parë, nuk kam dashur që të ngrej flamuj se zgjidh ndonjë problem kur problemi është ad hoc, por kam dashur të ngrej flamuj se ne krijojmë sistem në shëndetësi dhe çka bëra, po momenti i parë ishte skenimi i situatës reale. Besoni që 30 vjet në shëndetësi nuk ka asnjë bazë historike që të mundet të krijon politika ministri i shëndetësisë në bazë të rrugtimit historik të Ministrisë së Shëndetësisë dhe pastaj të definon sistem, do të bën një rrugtim për si do të duket shëndetësia për 10 vjet. Këtë një vit, unë atë çka mund t'ua them, dhe ajo duket me rezultate dhe sot, po të mi kërkone do t'ua jap edhe në formë të shkruar dhe elektronike, në Ministrinë e Shëndetësisë për herë të parë ka një strategji 10 vjeçare për 3 shtyllat më të rëndësishme. Pra shtylla e kapaciteteve njerëzore, pra si do duket Ministria dhe Shëndetësia për 10 vjet, sa motra medicinale, sa mjek, sa teknik dhe kështu me radhë. Në aspekt infrastrukturor, bëjmë regionalizimin e shëndetësisë, që asnjëherë nuk është bërë, është folur, tani kemi mapuar ku do t'jenë regionet, si do t'investohet, për herë të parë në histori të Maqedonisë, 74 milion euro investohen në Tetov. 18 milion euro investohen në Kërçov. Pra, për herë të parë, ne flasim me numra dhe flasim me fakte. Për herë të parë, në aspektin e lidhjes apo digitalizimit në shëndetësi, pacienti tani ma e dim se si do të duket një rrugtimi një pacienti nga shëndetësia primare në sekondare dhe në terciere. Do t'jetë ma historia ajo ku i shohim pacientët me CD-ja në dorë dhe me letra, pacienti do të shkon tek mjekun, ndërsa mjeku në kohë reale me një klik do ta shet të gjithë historiatin, jo, ajo është diçka tjetër, të gjithë historiatin e pacientit dhe nuk do të ketë nevojë as ta pyes ku ke qenë dje par dje, do ta shet në sistem të gjithë rrugtimin shëndetësor të pacientit. Edhe në fund, që është shumë e rëndësishme, për herë të parë, në Maqedoni lidhet edhe shëndetësia private edhe publike në një sistem, pra sot, derisa flasim, të gjithë institucionet private shëndetësore në shtet kanë me shkrim nga ministri që për një periudhë më të shkurt ta lidhin sistemin e tyre me sistemin nacional shëndetësor. Që unë si ministër të bëj politikat për të gjithë qytetarët, ta di sa pacient kemi, çfarë sëmundje kemi, çfarë demografie dhe kështu me radhë në aspekt shëndetësor. Pra, këto janë të bërat të cilët unë jam shumë i sigurt dhe ajo duket që ju pengon një numër shumë të madh të njerëzve të cilët kanë qenë të kyçur direkt apo indirekt me shëndetësinë. Dhe kjo nuk më frigon, pasi që nesër pavarësisht kush do të jetë në atë ministri, unë jam i sigurt që ky rrugtim nuk kthehet pas. Pasi që nuk është rrugtimi i cili e bën Azili vet apo me ministrinë, është një rrugtim i cili kemi lidhur me institucionet ndërkombëtare. Pra, në 24 qershor do të nënshkruhet për herë të parë Maqedonia hyn në EU for Health, është institucioni evropian për shëndetësi. Pra, shëndetësia e shtetit tonë bëhet e barabartë me shëndetësitë e gjithë institucioneve shëndetësore
europiane, pra do të mund të aplikojmë në projekte, do të mund të lexojmë dhe mësojmë praktikat të mira shëndetësore në nivel evropian. Kështu që në aspekt shëndetësor, jo po përgatitemi, në 24 qershor, në aspekt të BE-s, Ministria e Shëndetësisë e futën shëndetësinë në Unionin Evropian në aspektin e ombrellës shëndetësore që e kanë çdo shtet. Do shta kështu dal nga dal institucione duke u antarësohet edhe tër veti. Po ne do të flasim për shëndetësinë në pjesën e fundit, po ngelim tek çështja e rikonstruimit. Se unë ju pyeta për rikonstruim, ju filluat me tregu se çfarë gjurmë po leni. Këtë raport ose të paktën këtë punë që po i përmendni, tani shumë qartë dhe konkretisht po ju pyes që të marrë një përgjigje të njëjtë. A do të jetë ministri i shëndetësisë Azir Aliu edhe pas qershorit? Pra, pas në nënshkrimit të kësaj marrëveshje të pak. Narrativi i rikonstruimit. E di që pak është e rëndësishme emri ose narrativa, po po i pyes pak. Narrativi i rekonstruksionit edhe çdo rekonstruksion në nivel politik kuptohet duhet bëhet me performanca max. Edhe Vleni, edhe partnerët tjerë qeveritar kanë thënë që do të masim të bërat dhe rezultatet e çdo ministri në institucionet që menaxhojnë. Tani, nuk e di sa është, se edhe nuk ndje mirë kur flasë për ministrin dhe për në vetën njës, megjithatë kjo është një prej ministrive që është menaxhuar më mirë, kështu që narrativi do të ketë ndryshime atje ku nuk ka rezultate, nuk funksionon këtu. Pra nuk presni që të preket shëndetësia këtë drejtim, sepse sipas jush e keni dëshmu me punë. Rezultatet flasin. Pavarësisht neve në emision mund të flasin 2-3 orë, por rezultate nesër ju si gazetar mund të vini dhe ti verifikoni ato apo të më përgënjeshtroni për atë që i kam thënë. Si po shkojnë punët në Vlen pas shkrirjes, pas kongresit të 9 majit? Ende jemi në fazën e editimit dhe të setimit të sistemit një parti politike. E dini që nga 4 parti politike me struktura dhe me qasje, unë çdo herë kam thënë, ndryshe, si në politik bërje, si në analizën politike, si në hapat për zgjidhje të problemeve. Tani në aspekt politik jemi një strukturë politike, pra ju e dini që unë nga dita e parë kam qenë pjesë e këtij grupit që bëm çdo dokument për ta bërë koalicionin një parti politike, pra e bëm statutin, e bëm organogramin brenda, por shkruajtëm vendet e punës për secilin që do të jetë pjesë e menaxhmentit të partisë dhe në këtë fazë pjesa e top menaxhmentit veç ma funksionon, tashma kemi një organogram që kemi 2 kryetar, 2 zëvendësa dhe sekretar, pra ngelen që pas rikonstruimit të kalojmë edhe në teren, pasi që tereni është shumë i rëndësishëm dhe të fillojmë të bëjmë bashkimin e grupeve në nivel lokal dhe administrativ. Është e vështirë menaxhimi me bashkëkryetarët dhe pse ka kalu veç një muaj? Edhe në nivel lokal administratat i kemi pasur të ndara, me zyrat të ndara, tash dhe duhet të optimizojmë zyrat tjerë. Një zyrë të bashkohet të gjithë dokumentimin në një dhe të krijohet narrativ politike edhe në nivel lokal. Po shkrirja në aspekt juridik? Në aspekt juridik, besoj që juristët janë në procedurën e fundit, nesër kemi një event shumë të madh neve, besoj që keni informat, besoj që janë nga fundi, s'kam do një informat. Për e di që me liq, besoj që dhe duhet dikundi brenda 1 muaj gjys 2 më duket të mbyllen procedurat administrative për bërjen për regjistrimin e partisë Vlen në institucione shtetërore. Sido që tjetë, është një procedurë e cila kërkon një vigjilencë si në aspekt administrativ edhe në aspekt politik. Më pyetët si duket me 2 kryetar, është për hapësirat ballkanike, të thuash që kemi parti politike që nuk pyetet shefi, sa ashtu i thirin, apo lideri, apo i pari partisë politike, është pak e çuditshme, por nga ana tjetër ky është Vleni. Pra Vleni është një avangard e cila ndryshon jo vetëm në nivel të zgjidhjes së problemeve çdo ditë, por edhe në nivel të krijimit të politikave dhe politikbërjes në nivel të shtetit. Ma lejoni veç edhe një fjali, të pasurit ose mungesën e të pasurit një person në parti i cili vendosën për gjithçka është pozitive, jo negative, krijon një demokraci brenda, por nga ana tjetër krijon edhe një dialog i cili kërkon shumë energji, por në fund të ditës jemi të sigurt që me këtë dialog, me këtë qasje ndryshe nga gjithë anëtarët, rezultatet janë këto që duken. Tani ju interpretoni kështu nga brenda, nga jashtë mund të interpretohet se janë 2 kryetarë sepse ka mungesë besimi tek njëri tjetri, prandaj edhe zgjedh ky model në mënyrë të imponuar. Edhe normal është nga jashtë
jashtë interpretohet ashtu. Se nga jashtë janë mësuar, ky është lideri i shqiptarëve, ky është njeriu i parë, çka thot ai do bëjmë neve, kështu që dëmet në politik nuk janë bërë vetëm për shkak të strukturave politike. Janë bërë pikërisht për të centralizim të partive politike që një person ka vendosur për gjithçka. Kush do punësohet, çfarë politike do bën, kush çka do voton, si do të voton e kështu me radhë. A është Ilir Demiri në Vlen? Po. Deputeti? Po, Ilir Demiri është në Vlen dhe jep kontribut. Personalisht unë me Ilir Demirin kam marrëdhënie shumë të afërta kolegiale, pasi që ai ka qenë ish ministër. Unë e respektoj profesionin doktor të Ilirit, por gjithsesi edhe profilin njerëzor që e ka ky njeri. Sepse nuk ka qenë prezent në kongresin e 9 majit dhe nga ajo ditë nuk kemi parë asnjë prononcim. Pra koalicioni Vlen u bë një, mirë po zoti Ilir Demiri nuk është prononcuar as edhe në një moment të vetëm për këtë arritje, për këtë ditë historike që e quani jo. Unë e njoh tani më shumë, nuk e kam njohur më shumë mirë, tani e njoh profilin e Ilirit, është një ekspert i cili dëshiron të punon edhe shumë pak të flet. Atë e bën njëjtë, ai sa herë që ulemi pim kafe më jep ndonjë këshill pozitiv edhe asnjëherë bile dhe ka thënë këto punë se bajnë nuk të lutem, nuk do as të përmendem që unë ta kam dhënë ndonjë ide. Pra është narrativ i njeriu, personi i cili dëshiron të lënë vepra e jo shumë muhabete. Kishte ambicie për të bërë kryetari Vlenit zoti Demiri? Asnjëherë nuk ka kërkuar. Këtë u them me përgjithësi. Asnjëherë nuk ka kërkuar që të jetë nënkryetari Vlenit, edhe asnjëherë nuk ka shantazhuar ndonjë nga Vlenit që do t'ju përkrahin nëse ju më përkrahini për këtë puna për atë punë. Ka problem koalicioni në këtë rast subjekti Vlen pas shkrirjes me ju zoti Aliu, apo ju ka ndonjë plasaritje mes jush dhe Vlenit? Dgjoni, ju nuk mund të pritni në një strukturë nga 4 parti politike në një parti politike, nuk mund të pritni një sinkronizim ad hoc. Edhe është e pamundur, është edhe e palogjikshme. Por gjithsesi, qasja, metodologjia dhe barazia e trajtimeve të ideve të ndryshme në tavolinë më jep shpresë të them që Vleni ka një hapësirë që do të jetë ndryshe nga të gjithë partitë politike në shtet dhe do të jep rezultate të cilët nuk do të jenë rezultate vetëm në mediume, por do të jenë rezultate të kapshme për çdo qytetar në çdo digaster ku Vleni ka drejtor, zëvendës ministër apo ministër. Mirë, po mbi zërat që ka mosmarrveshje me zotit Aliu dhe koalicionin subjektit Vlen? Si përgjigjeni zërave që qarkullojnë, nuk ka asgjë zyrtare, mirë po flitet që zoti Aliu ka mosmarrveshje ose mos pajtime me subjektin Vlen. Pra, Ali Ahmeti asnjëherë se ka dashur dhe nuk do vazhdon ta donë Vlenin, do të ketë plasaritje të tipit asnjë nuk do të na pranon rezultatet tona. Nëse mendoni për Azir Aliu është pjesë e Vlenit, është ministër i Vlenit, kështu që ne çdo ditë kemi komunikim si në nivel të menaxhmentit, ashtu edhe në nivel të operacional, në nivel të qeverisë dhe kështu me radhë. Dakor. Tani po kalojmë tek pjesa e shëndetësisë. Kolumnën e 26 prillit e keni titulluar Spitale pa mure. Them drejtën, kur e lexon në çikin parë për nga titulli, mundesh edhe me paragjikuar pa e pa përmbajtjen brenda që spitaleve tona edhe ashtu vetëm muret i kanë, tani ministri Aliu po i rronon edhe këta mure, çfarë po mbetet brenda. Realisht si qëndron gjendja e shëndetësisë në vend pas periudhës, tashmë keni kremtuar edhe keni shënuar edhe në një vjetorin prej kur keni marrë këtë pozitë? E vërtet. Pra nuk po rrononi edhe ato mure që kanë kam pasur një vjet si ministër në shëndetësi dhe do të kishte qenë shumë e pandershme. Unë sot përpara juve dhe qytetarëve t'ju them që shëndetësia sot është shumë më mirë sa ka qenë dje. Pse është e pandershme? Për shkak se shëndetësia ka akumuluar vërtet me vite dhe me dekada probleme të cilët kanë qenë të pasgjidhura. Po diçka mund të them dhe këtu jam shumë i sigurt që asnjëri nga ju, as nga qytetarët nuk mund të thotë që nuk është ashtu. Shëndetësia tani ma ka rrugë. Është definuar rrugtimi se si duhet të duket. Ato kolumna që i shënoj çdo javë, çdo të dia, nuk janë rastësi, pasi që proceset në shëndetësi, kështu siç i bëjmë ne në shëndetësi, janë të panjohura për qytetarët, edhe për pacientët, por shumë shpesh edhe për mjekët. Për shkak se të definosh një strategji nacionale, e cila do të fletë që nesër do të kontrollojmë
sa mjek do të na diplomojnë, sa motra medicinale dhe teknik, që s'është bërë asnjëherë në histori, nuk është folur jo të bëhet, është e pakapshme. Pra, për herë të parë, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Arsimit, ne kemi grup punues i cili për 10 vjet do të dim sa motra medicinale do të regjistrohen dhe sa prej atyre ku do të punësohen dhe si do të punësohen. Pra, një projektim në nivel të shtetit për 10 vjet është minimal në shëndetësi. Për dy arsye. Arsyeja e parë është që profili një mjeku definohet minimum me 9 vjet. Dhe çka kemi bërë? Kemi ndryshuar përveç 15 ligje që të kemi kornisë ligjore të shëndetësisë, neve kemi definuar edhe strategji nacionale për këto 3 shtylla që i përmenda më herë. Pra tani, ideja e krijimit të shëndetësisë do të jetë në bazë të performansave matëse, në bazë të nevojave dhe në bazë të infrastrukturës shtetërore që e kemi. Dhe ne tani e dim, kur flasim për shëndetësi pamure, nënkuptojmë shëndetësi pa bariera, e cila shëndetësi nuk do të ketë bariera se qytetari kur shkon në shëndetësi nuk shkon as si antari ndonjë partie politike, as si nacionalitet, as si iria për vjetër, po shkon si pacient. Shërbimi pra nuk u vizon nga hapësira, po shkon aty ku është pacienti. E vërtet. Pra, shëndetësia pamure nënkupton trajtimi i çdo pacienti, brenda, edhe një potencoj pacienti duhet jeti barabartë, pavarësisht kush është, nga vjen dhe si duket. E dyta, shëndetësia... Nuk ka qeni barabartë deri tani? Jo, s'ka qeni dhe ju jeni të vetëdijshëm dhe qytetarët tonë janë të vetëdijshëm që s'ka qenë ashtu. Për diken ka qenë shëndetësia shumë e shpejt, për diken të është dashur të pritet me muaj dhe ne për fat keq i kemi detektuar këto probleme, them për fat keq se kështu është shëndetësia, ndërsa për fat mirë se tani me detektimin e këtyre problemeve ne bëjmë zgjidhje. Ju e dini që përpara 2-3 ditësh unë pata një pres konferencë që thash në listën e pritjes për operacioni për fat keq keni edhe persona të cilët janë të vdekur. Dhe kjo nuk ndodhen askundër në botë. E dini pse ka qenë ashtu? Për shkak se ka qenë një listë mbyllur që pacienti asnjë nuk e ka ditur dhe nuk ka pasur numër të qasja aty dhe mjeku i thot do presish 3-4 muaj ose do japish 2-3.000 euro nesër nëse dëshiron të operohesh. Shëndeti çdo herë s'ka çmim, ne e themi, kështu që pacienti çdo herë ka zgjedhur formën e dytë, të gjenë nëse s'ka para dhe të shkon dhe të shërohet. Dhe ne tani e bëjmë çdo ditë edhe derisa flasim ekipi jem bashkë me klinikat, shkojnë dhe i pastrojnë këto lista. Do ta zhurojët lista dhe do të jetë në kohë reale, do të dinë se cili pacient, çdo qytetar edhe unë edhe ju, tani në mobilin e juaj mund të hyni në portal dhe të shihni për çdo mjek, për çdo institucion sa është lista e pritjes. Për fat keq ende nuk është reale. Për shkak se jemi duke e pastruar. Një numër të madh kemi pacientë të cilët nuk janë të gjallë, por kemi edhe pacientë të cilët vetëm që kanë marrë shërbimin shëndetësor në institucionet private edhe ende janë atje. Pra, kjo është ajo shëndetësi që dëshirojmë. E përmendet pak më herët telemjekësinë. Është një qasje e cila do të na mundson dhe do të na lehtëson ekosistemin shëndetësor në shtet. E para është shërbimet shëndetësore duhet të jenë sa më afër qytetarit. Kjo e mundson atë. Tani ma në Dibër, Dibranët nuk duhet të vinë deri në Shkup për shkak se s'kan dermatolog specialist. Një konsult me një specialist. Jo veç konsult, të gjithë shërbimet, nuk është veç konsult. Gjithçka do të mbyllet në Dibër duke u konsultuar me ekspert nga Shkup. Edhe gjithçka mbyllet, nëse nuk do të ketë nevojë për trajtime klinike, nuk do të ketë nevojë qytetarit të vjen deri në Shkup. Pra, çka bëjmë? Në kohë reale do ta merr shërbimin, do ta merr në vendin ku jeton dhe do ta merr nga ekspertët të cilët punojnë dhe janë në sistemin shëndetësor. Edhe e dyta që shumë domethënëse në aspektin e kapaciteteve njerëzore, nëpërmjet telemjekësisë dhe nëpërmjet pak sistemit që është në fazën e fundit tani, ne do të mundsojmë të gjithë mjekët tanë që janë excellent në punën e bërjes së punës së tyre profesionale në botë, do të mund të punojnë në distancë edhe për sistemin shëndetësor në vendin tonë. Pra, do të mund të hapim një akaunt si mjek, një doktor i cili momentalisht punon në Zvicër, në Gjermani, në Austri, që të mund të jep shërbime shëndetësore në Maqedoni. Paralelisht me sistemin e digital, punojmë edhe me odën e mjekëve, që të mund t'i nënshtrojmë provimit në distancë, që mos vinë ato, e dini që të ketë qasje si mjekaj, duhet të ketë përveç diplomës edhe një licencë nga oda e mjekëve. Këte licencë, disa prej tyre e kanë, disa nuk e kanë.
për shkak se punojnë jashtë shtetit, do t'u amundsojmë që në distancë ta japin të jenë të licencuar edhe për sistemin shëndetësor këtu. Dhe shumë punë tjera të cilët disa prej atyre janë në fazën e parë, disa kanë rezultatet e para dhe disa do të fillojnë në. Si qëndron puna me punëtorët shëndetësor që protestojnë që 6 muaj kanë ngel pa paga? Përsëri lidhet me një riorganizim të shëndetësisë, pra dhe njerë potencoj shëndetësia duhet të organizohet në bazë të nevojave të institucioneve shëndetësore. Pra, në bazë të analizës sistematike, në bazë të analizës funksionale dhe sistematizimit të institucionit, ne duhet të adaptojme për çdo institucion. Çka kam bërë? Kam kërkuar nga çdo klinik, nga çdo institucion shëndetësor, që të më jep të ban një analizë funksionale dhe nëse do të ketë nevojë të ban risistematizim. Pra, jo veç në atë klinik, në shumë klinika dhe në shumë spitale, në nivel të Maqedonisë, ne kemi mungesë të kuadrit shëndetësor, nga mjek, motra medicinale dhe teknik. Nga ana tjetër, veç ma jepni veç edhe një për këta, sepse ju kujtohet një deklaratë një politikani tash është në opozitë, Zotit Osmani, që një muaj nëse nuk merr pagë, do duhet huazoj bosh nga dikush për ta kaluar muajin vigus? Tani, këta punëtor ka 6 muaj që nuk kanë marrë paga. Për fat keq është për shkak të sistemit jo të mirë të definuar për kapacitetin njerëzor. Këtë doja ta them. Pra, çka ka ndodhur? Po, jemi duke zgjidhur. Unë kam pasur edhe takim me ato dhe ua kam shpjeguar realiteti kush është. Realiteti është që çdo vit shëndetësia ka mbuluar këto boshllëqet të kapaciteteve njerëzore me kontratë në vepër. Kjo është edhe një tragjedi që ju ndodhen atyre. E dini që nga këto 5 vjet, shkonin dhe sot pyetni, disa prej atyre 8 vjet kanë punuar me kontratë vepër. 8 vjet. Disa 6. Ende më kujton vitet se në tavolinë mi thonin, disa 5, disa 4. Pra, e dini çka nën kupton për një motër medicinale. 8 vjet të punon edhe çdo 31 dhjetor të jetë në presion, a do të vazhdon në një janar apo jo. Çka kanë bërë drejtorat? Me të drejtë ndoshta ndonjëherë, kanë vazhduar me të njëjtit persona të punojnë derisa kanë marrë pëlqim pozitiv nga Ministria e Financave. Pra, të gjithë institucionet shëndetësore, merrni çdo drejtor, pyetni a ka pasur ndonjë drejtor i cili i ka ngecur kërkesat në Ministrinë e Shëndetësisë. Të gjithë institucionet brenda 2-3 ditëve kanë marrë pëlqim pozitiv nga Ministria e Shëndetësisë dhe të njëjtat materiale kanë kaluar në Ministrinë e Financave. Tani, Ministria e Financave, në përputhje me organogramin dhe strategjinë e re të Ministrisë së Shëndetësisë, e dini që neve kemi bërë transformim të punësimeve në kohë të pacaktuar. Dhe kjo është qasja në shëndetësi. Për 2 arsye, në një, lehtëson edhe nuk duhet ta din kush është ministri i shëndetësisë dhe drejtor që do të vazhdon ose jo. E dyta, shëndetësia do të investon në trajnime në të punësuarit në shëndetësi, jo veç ti punëson. Këto 8 vjet që kanë punuar, një ditë s'kanë trajnim. Ato 8 vjet kanë punuar edhe plus po asnjë trajnim për qasje të re, asnjë trajnim për metodologji të re, asnjë trajnim për protokoll të ri në shëndetësi. Pra, shëndetësia do të duket me persona të cilët do të dinë që do të pensionohen aty nëse duan, do të duket me persona me politike të cilat do të ngrenë edhe zhvillimin e karrierës do ta definon mirë, për shkak se shpesh më pyesin çka ndodhen me mjekët që pse ikin jashtë shtetit. Edhe çdo herë kam thënë, nuk është vetëm rroga, është një prej indikatorëve, por indikator më i rëndësishëm e dini kush është. Është qasja që shumë është politizuar në shëndetësi dhe mjeku nuk e din zhvillimin e profesional të karrierës së tij në institucion, pasi që ai nuk varet nga performanca e mjekut, por varet nga dëshira apo mos dëshira e drejtorit. E dini që këte kemi ndryshuar me ligj. Tani ma drejtori është vetëm një administrator i cili do t'i ndjek indikatorët e matjen e performansave të mjekut dhe vetëm aritmetika do të definon aziri do të shkon në një nivel më lartë administrativ apo klinik apo jo. Jo ma drejtori. Drejtori vetëm do ta procesuon pjesën administrative. Pra, kjo është ajo shëndetësi që duam dhe që bota e ka. Mirë, po vazhdojmë se jemi në pjesën e fundit edhe me çështje tjera, parkingu në qendrën klinike universitare në Shkup? Po. E dini që nga, besoj, java e pare dytë ishte që fillova të merre me parkingu, pasi që ishte diçka që është problem real në shëndetësi, ndërsa nuk është shërbim shëndetësor. Pra, është pjesë e ekosistemi shëndetësor dhe ndikon negativisht në shëndetësi, dhe hapi parë ishte çka të bëjmë në moment, ta zvoglojmë pak tensionin në parking, dhe në moment gjetëm zgjidhjen me një institucion privat afër dhe edhe derisa flasim 350 mjek dhe motra medicinale parkohen atje që ta zbusim pak pjesën e parkingut. E dyta,
Zgjodhëm, kishim probleme, unë atëherë thash për 3 muaj do ta zgjidhim parkingun. Ju e dini që hasëm në problemin kryesor në administrimin e hapësirës, thjesht ai vend nuk ishte i regjistruar në katastar. Thjesht as pak nuk ekzistonte. Bëm matjen e elaboratet e çdo parcele brenda dhe sot është në pronësi të shtetit dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Para 1 muaj e gjysmë nënshkruam kontratën me qytetin e Shkupit. Qyteti i Shkupit përpara 1 jave ka mbaruar me riprogramimin buxhetor dhe tani, nëse nuk është hapur, nuk jam në rrjedha, ndoshta veç është ma hapur tenderimi për edhe tenderim horizontal dhe vertikal, pra do të ndërtohen edhe parkingje në kate, por edhe në aspekt infrastrukturor horizontal do të riorganizohet komplet parkingu dhe do të kemi parkingje atë sa do të ketë nevojë klinika. Asnjë nuk do të mungon. Qendra e re klinike, kryeministri i vendit është decit se vend ideal është pranë pishinës Boris Trajkovski në Shkup. Ndani edhe ju të njëjtën bindje? Pra këte kanë thënë ekspertët. E dini që ne 5-6 muaj e flasim të njëjtën, që bëjmë analiza, edhe filluam nga 3 shtylla, e para ishte të ngelim aty ku jemi dhe të investohet në klinik, momentalisht në pjesën ku është klinika universitare Nën Tereza. Forma e dytë ishte, opsioni i dytë ishte në hapësirë boshe, që do të fillohet nga e para të bëhet ndërtimi i klinikës, dhe e treta ishte opsioni 8 shtatori. Pra pse u zgjodh tani nga ekspertët 8 shtatori? Për shkak se kërkesa e qeverisë ishin 2 kërkesa ishin. E para është të bëhet sa më shpejt, do në aspekti kohor, dhe e dyta është mundësisht të optimizohet pjesa e finansave. Dhe të dy indikatorët janë në përputhje me këtë hapësirë. Tani do t'i shpjegoj, nuk di sa kohë kam. Jo, shumë pak. Indikatori i parë është në sa më shpejt do të bëhet, dhe këtu do të bëhet dikundi për 3 vjet e gjysmë, për shkak se një pjesë të infrastrukturës shëndetësore ekziston, pra ekziston 8 shtatori, ekziston klinika, ekziston spitali më lart Bukureshti, dhe kjo do të shfrytëzohet, do të lidhen bashkë dhe do të riadaptohen, dhe nga ana tjetër ekziston një parcele e cila për fat keq nuk është në pronë të shtetit, është private, edhe dikunde 4 muaj, ka 3 muaj gjysmë 4 që flasim me këte kompani private që të mund ta blejmë apo të bëjmë Trump me një hapësirë tjetër, që të mund të ndërtohen 2 objekte apo 3 në pjesën tjetër dhe të lidhen me korridor të ngrohtë. Dhe aspekti financiar, pasi që nuk fillohet nga e para, nuk do duhet të investohet gjithçka nga e para, po do shfrytëzohen edhe kapacitetet infrastrukturore të 8 shtatorit, që janë kapacitete shumë të mira dhe ne kemi investuar. Çështja e propozim ligjit për mbrojtje nga doni kaloi në qeveri dhe tani? Kaloi edhe në parlament, leximin e parë, këtë javë është leximi i dytë dhe besoj që këtë javë do përfundon. Implementimi do të jetë menjëherë, nga momenti kur votohet ligji, implementimi do të jetë i menjëhershëm, vetëm do të ketë 1 vjet. Do të dëmtoni gastronomitë dhe bizneset të kësaj natyre? Jo, pasi që ligji nuk është bërë në tavolinë dhe në zyra. Sepse është precizuar edhe çështja e reklamave, po? Po, pra, ligji nuk është kundër duhanpirësve apo duhanit, pra ligji thjesht mbron qytetarët, pasi që ne kemi edhe me kushtetutë dhe me ligj mbrojtjen e qytetarëve në mashtronim, rritja e konsumuesve të duhanit apo të formave tjera tani moderne si cigare elektronike dhe forma tjera të nikotinës, që janë në treg konsumojnë më të madhe, pra Ministria e Shëndetësisë, prandaj dhe thirret Ministria e Shëndetësisë, duhet të përkujdeset për shëndetin e qytetarëve. Pra, po gjithsesi nuk është që nuk u përkujdesen për ekonominë e shtetit, bashkë me Ministrinë e Ekonomisë, të Finansave, bashkë me të gjithë odat përfaqësues të bizneseve të ndryshme në shtet. Kemi pasur me digasterin e ekonomisë disa takime, me përfaqësuesit e bizneseve më duket 7 takime bashkë. Kemi shqyrtuar çdo nen të ligjit dhe jemi pajtuar bashkë. E dini që në fund, përpara se të kalon në qeveri, kishim edhe një takim bashkë me to, dhe ato i dhamë përkrahje 100% këtij ligji, pasi që ligji u adaptua në bazë të infrastrukturës së shtetit dhe në bazë të ekonomisë së shtetit. Ligji edhe njerë them do të implementohet nga dita e parë, vetëm 1 vjet do të jepet për bizneset, për adaptimin e terracave, pasi e dini që terracat me ligj thuhet që të pijet cigare duhet jenë minimum të hapura nga 2 anë. Përpara edhe në Evropë është nga 3 anë të jenë të hapura. Ja, dhe këtu do t'ju them se pse ligji është adaptuar në bazë të nevojave të shtetit. Analizat thuan që në Shkup dhe në qytetet më të mëdha si Tetova, Gostivari, Manastiri, Shtipi, kemi plot lokale të cilët janë në kënd dhe restorane të cilët janë me tradit.
Dhe tani po ta bënim ligjin në përputhje me direktivat evropiane në këtë pjesë që kërkohet nga 3 anë të hapura, do duhet që shumë biznese të mbyllen. Edhe ne çka bëm, e riadaptuam, e tham në 2 anë apo me çati të hapur. Pra e adaptuam në bazë të infrastrukturës, po jo në dëm të qytetarëve, gjithsesi në bazë të analizave të bëra, tham që edhe rrymimi i ajrit bëhet edhe me 2 anë, sidomos kur ka një çati të hapur. Dakor, jemi krejt në pjesën e fundit për të folur me përshëndetësinë, duhet shumë kohë, po e mbyllim me atë që ka paralajmëruar dhe kryeministri i vendit në aspekt politik me zgjedhjet e parakohshme. Diskutohet kjo në qeveri? Gjithsesi që diskutohet, jo vetëm në qeveri, edhe në Vlenë kemi diskutuar disa herë. Pra si parti politike, përveç që bëjmë analizën dhe matjen e rezultateve deri tani, bëjmë edhe strategjinë se si do të shkojmë dhe kush do të jetë narrativi në zgjedhjet parlamentare të ardhshme, qofshin ato në mod apo të rregullta. Gjithsesi ne jemi të gatshëm që të shkohet bile edhe këtë vit në zgjedhje të parakohshme nëse do të ketë nevojë. Çdo herë partitë politike duhet të krijojnë strukturë organizative brenda dhe këtë e kemi bërë neve, tani jemi ma të gatshëm për çdo scenario që mund të ndodhë në politikë. E dini që trazirat në nivel botror ndikojnë në mënyrë indirekte edhe në Maqedoni, kështu që gjithsesi jemi vigjilente edhe për këtë pjesë. Dakor, zoti Aliu, faleminderit për kohën tuaj, ishte kënaqësi. Faleminderit për kohën e juaj. Shikues të nderuar, faleminderit për momentin dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.